Kryetari i Ferizajt edhe njëherësh kandidat i Partisë Demokratike të Kosovës për një mandat tjetër, Agim Aliu, shpalosi programin e tij për infrastrukturë, zhvillim urban dhe mjedis. Ai tha se zona Ferizaj i ri do të projektohet për këmbësorë dhe biçikleta me gjelbrim e lidhje të shumta, ndërsa do ndërtohet edhe bulevardi i rinis. Aliu premtoi edhe unazën e brendshme për lidhjen e lagjeve në rrugët kryesore, një rrugë të re për kodrën e sherretove, vizibilitet për objektin e ri të komunës dhe parking nën toksor. Në Prishtinë, kandidati Urani Ismaili prezantoi zotimet e tij për lagjen Vellusha, që përfshin ndërtimin e një qerdhaje të re, qendre komunitare multifunksionale, rrugë me ndriçim publik, rinovimin e shtëpisë së pleqjve dhe zgjerimin e ngrohjes qendrore. Në Prizren, kryetari aktual Shaqir Tota ka përuruar ndërtimin e 6 rrugëve me gjatësi 2 kilometra dhe një park në fshatin Grazhdanik. Në Drenes, kandidati Petrit Hajdari tha se komuna do të mbetet bastion i pathyeshëm i PD-s. Në Istok, kandidati Alini Manaj prezantoi vizionin për zhvillimin e sektorit të bimëve mjekësore aromatike, duke thënë se ky potencial do të shndrohet në motor ekonomik për fermerët e zonës. Do të nisim fizibilitetin për ndërtimin e objektit të ri të komunës dhe parkingun nën toksor me financim nga niveli qendror. Furnizimi i shëndrueshëm me ujë të pijes, kërkon digën në Firaj dhe ujëmbledhjen në Jezerc, projekte kapitale kombëtare me vlerë mbi 100 milion euro. Vazhdojmë lobimin për miratim dhe financim nga qeveria në koordinim edhe me komunat Shqipëri. Cilat janë zotimet e mia për Vellushën? Qerdha e re për fëmijët e lagjës, ndërtimi i qendrës komunitare multifunksionale, organizimi dhe mbulimi i kabllove elektrike, rrugë të sigurta me ndriçim publik në çdo rrugë dhe hapësirë publike, rishikimi i planit rregullues të lagjës, zgjerimi i ngrohjes qendrore, renovimi i shtëpisë së pleqjve. Në Vellush janë rënë te Prishtinës dhe kjo lagje meriton zhvillim, jo mungesë investimesh.